Qa me thonë mërë vëlla, unë jam dapi e burit që 7 vjetë. Ka hik dorë për qike, Keni përjetuar këtu? Shumë. Shumë në dhuna me madhe është e paralizume që paralizohet njëri totalisht, si për vjerë, si për burit. Njëri kur të ka presion për detë, dhunë psiqike, dhunë fizike, ku me konë mirë aty. Jam edhe me dokumenta, më kanë thonë nëse punon, nëse qonë ranë, me shtë shënkullicë, s'po guxoj edhe sene. Qiken e kam, u mënu me mishë me shvirtë, edhe qiken me ma marë, po nuk ka mut. Nuk ka rrit. Me krejtë forcën teme, 4 vjetë. 4 vite në dhunat tyne jam kanë sa që nuk mujta ma. U duft me i lajmu policin. Jeni nonë sigurisht? Po nonë. Sa fëmijëve? Nonë e veshosht një vajze. E një vajze. Po. Pas sa viteve ka ardhur një vajze? Mas 2 viteve. Pas 2 viteve. Por na. Sigurisht gëzim i madh ka qenë. Po, e pa përshkrushme. Atë dërgon për të parë kur e mori lajmin që u bëni nën. Si ka qenë? Nuk përshkruhet me fjalë. Pak gëzim ja kanë. Zdi qysh me ta përshkru. Është diçka e papërshkrueshme. Po, e pa përshkrushme, te imase. Si ke kishte menduar? Po, pa fëmijë si ke qenë, si tash. Si nata me ditë, ndryshimi. Ka ndryshim për shkak të ka bërë tash kur jena. Po tash i kam përgjësimat shumë, që duhet më kujdes për fëmijat, jam kanë vetë, kom jetu si krejt ade, si krejt qikat. Po tash një përgjësima e madhe, një përkushtim shumë i madh. Sidomos dhuratën që ekipi i Zotit, një vajzë që më ka folë Allahi. Sa i mirë është. Zdi që shme ta përshkru. Po që je përmbushur. Shumë, te imase. Na keni me gjatë shumë e bukur. Faleminderit. Jo, ju kisha lutë jo me qitë në kamerë. Kjo nuk u gjatë, vazhdon të shfaqet, Po. se është fëmijë. Jeni televizion? Jemi portali Histori të Jetës. Po. Am dërgon prindërimi për disa nona. Sot si e sheh prindërimi? Qa me thonë mërë vëlla, unë jam dapi e burit që 7 vjetë. Ka hik dorë për qike, kom vujtë shumë. Kom vujtë e masë, jam kanë e paralizume në kulicë, po falmirës për Zotit, një hatri qikës jam që më kam. Kom pas vujtje të i mase. Po, shumë e fështirë, për vetë nanë, vetë babë, shumë e fështirë është, sidomos me kushtet social, me një social me jetu pa kushte, me të jetu me qëra, vizë Zoti, nuk e di. Shumë fështirë. Kur ndajtët e më tanë, fëmija ka qenë vajza e vogël? Po, një vjetë që akon qika. Ka pa edhe kjo që kam përjetu për ishë. S'po du mja përmen e amin, se dhe qika, se një qika. Keni përjetuar këtu? Shumë. Shumë në dhuna me madhe është e paralizume që paralizohet njëri totalisht, si për vjerë, si për burit. Pasur edhe nga familja? Po. Pashoti? Po. Sa vite është? 4 vjetë. 4 vite në dhunat tyne jam kanë sa që nuk mujta ma. U duft me i lajmu policin. U dorëzova, nuk mujta ma. Pse ka shumë 4 vite durove? Po, mërë vëlla, hajtë si ade kur të lindë, ade si të me nana që bënë shprind, thash mos ka përgjësimat ma dhe gëzot edhe ajë, nërma që dhone, ndryshon njërë, po ajë përgjëtit edhe ma në keqë të bo. A ka qenë në fillim? Po, edhe në fillim, krejt vjera kjo. Thua që tash, do më thënë, si ato kanë qenë edhe e prind? Po, nona ti. Po që me bo tash, ato kanë kalu, s'dumi për jetu ma, qiken e kam, u mënu me mishë me shvirtë, edhe qiken me ma marë, po nuk ka mut, nuk ka rrit. Me krejtë forcën teme, e si të mos e falenderoj avokaten, kjo ka në Gjakovës, tash për momentin nuk po më kujtojt emri, veç falë saj, unë qiken e kam sot. Ka të nduar ta marrë vajzën? Po, ka të ndu. Se ka pasonit madhe, ka pasonini, ka të na kushtet, me gjithë kusht ka mënu me ma marë, për nuk ka mujtë. Është kujdesu për vajzën? Jo, nuk u kujdes, po ka, qysh më thonë, për më plas mu, më mështu vujtje dhe ma shumë, si që jam kanë, ka dash me ma marë vajzën. Po nuk ka mujtë me arrit. Jo më mënu me mishë me shpirt, desja ja kom arrit. E grua e fort duket që je... Wallahi marë vëlla, vujtjet po të bëjshin forta. Gjithçka. Mos më dorëzu, me pas minë më kanë kra vetë non, vetë babë, mi arrit me gjithçka vetë. Pa ndimin e një mashkullit. Mos jetë një familjes të ndeke? Po. Ta që tonë të familja ba? Kam jetu, po jam kanë punë, për momentin nuk jam se jam diçka pa qep jo nazave.
Po jam të këshyrë kështu, po familjen e kam për krajnë, nëse babën se kam, se më ka dek baba, po nanën e vllazën të motrat i kam. Po falënderit për ty në mos tin kushin kanë ata, unë s'di sot isha me rrugave. Sigurisht, për një grua është vështirë, vetë grua, vetë burr. Shumë. Veç ajo femën që e ka përjetu e di, se tjetër kush, nëse veç ajo gru që ka hecën rrugë vetë mia, të hapave të mia, e din çka është, me kanë vetë nanë vetë babë. Është e vështirë. Shumë. Dhe mos i përjetojsh gjithë ato tortura, dhunë. Shumë. Ditë e natë, me morë një roman me shkru nuk mushet, që kom përjetu në atë vend. Çdo ditë ke pasur me? Çdo ditë kom pas, kur një ditë mirë s'kom pas në atë vend. Edhe dhunë fizike keni përjetuar, po? 3 lloja. Ka dhe vetë që nuk i qenë mirë për ti. Ona? Nuk i qenë edhe me shëndet, nuk i di e mirë. Jo, so presioni normal, presioni, depresioni, ajo normal njeri, kur të ka presion për ditë, dhunë psiqike, dhunë fizike, ku me konë mirë aty, bjen depresion njeri. I raportua që në polici, në fillim? Po, e kom raportu në polici në Gjakovi, më kanë martu me. Po pra, vazhdoj. E kom denoncu një herë, po nuk e kanë marrë parasysh se ka pas shok. Shok, e kanë pas lidhja dhe, e kur të kishtë lidhje me polici Gjakoves, normal që nuk hinë. E s'dytën herë, po, valla, s'dytën herë me fakte, me dëshmi, jam kanë të mirë, ku kom bo, veç pak tona, kom pas dëshmi, se herën e parë nuk kom pas kur fa dëshmi, dhe veç me fjallë, po mu nuk më besojshin, atë ma shumë i kanë besu ati. E s'dytën herë, kur e kom qitë me dëshmi, me fakte, atër e kanë morë si seriozisht policia. Po familja jote, kanë ditur për dhunën që të bërë? Po, familja me për gjithë shka e din, s'majmë shefën e pi familjes as një herë. A thonë që ata lere, hajde tek ne? Po, kanë thonë, po, edhe të nona pak o vështirë, me një fëmi, se ka familje, se shumë raste kom pas, shumë, kom pas edhe shoqe, që jënë kanë martu me jënë do, i kanë thonë fëmin, mësi merë, vështi hajde. E unë të familje jeme jo. Familje jeme më ka pranu me gjithë qikë. Shumë më mirë, s'di. Është edhe mbështetje edhe që dihesh edhe më mirë edhe ti pas gjitha atyre. Normal, unë i kom harru ato kur e kam mbështetjen e familjes teme, sidomos këto. Kjo është ajo ardhmëria jote. Gëzimi. Po e kam një kërkesë vëlla, unë jam me qira të jetu. E shironin tim të keni? Po, ndim nëse ka mundësi. Me pas mundësi, se unë jetoj me qira, kur i kryetoj, më kanë ndihmu që 2 vjetë, po tash nuk ka mundësi se buxheti shumë i madh. Një banesë. Një banesë me qira. Edhe më pa qira me gjithë, më ma pagu qiran. Lusëm gjithë njerëzve vullnetin mirë të historisë të jetës, i kemi ndihmuar shumë grave, shumë njerëzve. Besoj që gjithë ata që dëshirojnë të ndihmojnë kësaj grua e cila jeton vetëm një vajzë, ka nevojë për ndihmë. Edhe për ushqim, po mas shumë t'i kam për qira. Se qiran e kam një dhomë, mundin me dhe marrë me pa, shpinë, në Kapishnicë. Po, jetoj me qira, e kam një dhomë, 150 euro një dhomë, qiraja. Sigurisht vështirë, pasi që duhesh edhe vajzën ka ushqen, kujdes. Po normal, ajo është jashtë saj. Qiraja vish 150, ka rryma, ka shtujt, ka bërlogi, ka me hangër me pi, ka veshja mathja. Edhe pse pak po ndihmojnë familja jeme në ato kushte, në ato mundësi, po apet nuk po mëjmë ja dalë. Se jo më social ku jom kanë punë, a di pak sociali, pak shtesat, pak ja arrisha, po tash nuk jam keq. Jam keq, po do me thonë s'kam. Jam edhe me dokumenta, më kanë thonë nëse punon, nëse qonë ranë, meshtesh në kulicës, po guxoj edhe sene. Po jam aftë, po duhet me rujt pak veten. Sigurisht se ke domethënë një pjesë që është shumë dedikuar. Po, onazat. Po dhe boshti kur onazave, boshti kur rizoj, onaza tha, nëse qonë sa do pak, 2 kila e marrni, tha ti mundesh me metë në kulicë, e për që ata edhe nuk po guxoj shumë. Sene të rana, dhe punë të rana me punu. Shpresoj që edhe një herë njerëz të vullnetin mirë të historisë të jetës u bëjnë një thirrje gjithëve ta ndihmojmë këtë grua, të paktën ta paguajmë qiran edhe për gjanat ushqimore për vajzën që kujdeset. Po normal, ju kisha lut nëse ka një mundësi vllazën e motra kudo që jeni më ndihmu, sadopak qira, po edhe për ushqim kam nevojë më shumë ti, edhe për ushqim, edhe për veshje madje, po më shumë ti për qira se funi mujt s'po kam ku më morë dhe ai pronari s'po vet, aki aski. I hi me zort nuk i hi aty. Kështu që nëse keni mundësi, sa do pak, më ndihmu, ju kisha lutë.
Sigurisht do të shfaqet numri në faqen historisë jetës, numri juaj emri mbi emri, pas pak do ta kemi edhe kontaktin e juaj. Po normal. Unë uroj të bëhet një zgjedhje juve dhe të kontaktojmë juve, shpresojmë që të vinë ditë më të mira për juve. Inshallah fjalët e tua në vesh të Allahut për ditë më të mira jam komunohem, po ta sa ja arrin nuk e di veç vet nuk muj mi arrit valla pa pas për krajin e vllazëve të motrave. Bëj fort më rrugto. Jo, unë e fort jam, nuk dorëzona, po mundësit kushtet nuk po mbajnë. Sa do pak kjo ku po më lyp sene me ble, kur s'ka, vallaj ma fështirës për mu s'ka. Bile shkojnë shpe, kur më lyp kjo, ma më ble ma këto, beson Allah se shkoj si thmija të kajtë në copë. Jo në shtytësaj, po kur të kam këto në shkollë. Se shumë e fështirë është, për një nanë që i lyp thmija, me hongër me pi, me ja ble senet, pasha zotin nuk është letë për mu. Me konë punë, thot njërë, po jam pa punë me një social, ku me i qua ato sociali? 150 me 100 euro, të shtash ma kanë rrit pak, 120 ma kanë bon, se 100 euro për mua dhe për qikë. Sigurisht janë të mjaftueshme. Jo normal, ajo kërkon sa është nga gatë, për senet e mljenitare për shkollë, edhe nuk për i dalin. Shpresoj që bëhet një zgjedhje edhe po shpresojmë të njerëz të historisë jetës, ndjekësit tanë që ndihmojnë këtë grua edhe një herë tem. Turoj që takohemi sërish të bëhet një zgjedhje ty. Po patjetër. Do të mbarim telefon prap. Patjetër, mund edhe në shtëpi marr me vizitu me pa shtëpinë që jam ku jam ka jetoj me gjithë shef. Edhe me pi kafe, normal. Faleminderit shumë. Deri në qele keni. Faleminderit shumë, do të mundom që ja bëjmë një zgjedhje të paktën për neve. Ju, domethënë që keni nevojë. Ne si gazetar, të dalim në ndihmë ju. Normal, kam nevojë për qëral, një banim. Më u hek për aty të me pas një banim një hapësi pak më të madhe, se që aty, më falë shpreje, o kanë 7 love. E kanë rejtë shpërnarje, ka rregullu, pa aty vjera mëk. Unë gjithë kuën rri me shpreje. Këto e qoj shkollë, e spërkati venin dalune. Jo të një shoqe, desa të heket miku. Unë përshëndes, të uroj më të mirat në jetë ty, shpresoj të bëhet një zgjidhje. Faleminderit shumë goja, faleminderit. A pranoni kjo intervistë më transmetu në historitë jetës me pajtimin tonë? Në televizor? Jo, është faqe, historitë jetës. Okej, s'ka problem, se edhe ne për televizor më dalë, se më ka ndihmu shoqata, iniciativa shoqata Bereqeti këto më ka ndihmu, po që tash nuk po më ndihmoj kurkush. E të na ka ndihmu shumë. Bële me një rast me të rritë, kena pas një grua që po jeton me shoqen. A beson, gruaja kishë këfill pak. Që pa kuqerat, kishë ndihmu njerëz. Jo, normal se këfillet njerë kur të pagun qerancën me një social, me të të mos kur t'jesh nanë me thmi, vetë është se nanë me rritë, me një thmi jetim. Normal se këfillet ajo pak me përkrajnë, jo pak të një dikushit, jetë të dikushit. Normal që këfillet njeri. Po jo valla që 2 vjetë jam kur far këfillet, kur far përmisimi s'kam. Vesh po jetoj një ditë tjetër, sa por një kashat bukë. Në më një qëtash të